Civil Media. Të nderuar të pranishëm, i nderuar zoti Deralla, zonja dhe zotërinj. Unë jam këtu për përcjell Unë jam këtu për të përcjell qëndrimet e alternativës lidhur me modelin zgjedhor dhe sistemet zgjedhore në Republikën e Maqedonisë Veriut. E drejta që të zgjedhësh dhe të jesh i zgjedhur në zgjedhje të lira, demokratike dhe të drejta është themeli i një shoqërie demokratike. Dhe po të vërejmë që nga pluralizmi i vendit dhe deri në sot, sigurisht se këto sisteme zgjedhore dhe këto cikle zgjedhore kanë evoluar dhe janë përmirësuar, janë korrigjuar kryesisht, por asnjëherë nuk janë bërë të drejta për gjithë përfaqësuesit e subjekteve politike dhe për gjithë qytetarët e Republikës Maqedonisë së Veriut tani më. Pse e them këtë? Është një e drejtë ose një fakt se në pasqyra e qytetarëve apo e popullsisë Maqedonisë nuk reflekton në mënyrë të drejtë edhe brenda kuvendit të vendit. Çdo të thotë kjo, se nëse ne kemi mbi 1/4 popullatës që i përkasin kombit shqiptar, kjo nuk pasqyron një realitet të tillë edhe në numër të deputetëve në kuvend të Maqedonisë. Ne si alternativë do të kishim dashur që modeli zgjedhor, i cili do të akumulonte të gjitha votat e çdo votuesi, të shkonte në llogari të çdo subjekti politik dhe duke pas parasysh pasqyrën që kemi të popullatës brenda që jeton në këtë vend, sigurisht se do të reflektonte një model më të drejtë dhe një përfaqësim të drejtë të çdo etniteti, çdo komuniteti edhe brenda kuvendit. Ne themi ose mbrojmë qëndrimin që listat duhet të jenë të hapura dhe kjo me vetmin arsye se përfaqësimi në kuadër të këtyre listave do të ishte më cilësor. Kjo do t'i kontribonte demokracisë brendshme të një subjekti politik, por njëkohësisht do të sillte edhe një cilësi më të madhe brenda kuvendit. Ne jemi të vetëdijshëm se deri tani listat ashtu siç janë formuar, të drejtën ekskluzive kryesisht e kanë pasur kryetarët e partisë apo disa individë caktuar brenda një subjekti politik dhe i është dhënë zgjedhësve që edhe me vullnet apo pa vullnet të bëjnë përzgjedhjen dhe në parlament të përfaqësohen nga individ, nga deputet të cilët nuk plotësojnë asnjë kriter, mos thënë as intelektual, as moral, edhe të asnjë farfushe tjetër. Shpeshherë ndodh që brenda në kuvend të kemi përsëritësit e atyre bankave të fundit në klasë dhe ne t'i kemi aty në kuvend të cilët do të mbronin interesat e qytetarëve. Dhe modeli i listave të hapura do ta eliminonte një gjë të tillë. Listat preferenciale, qytetarët do të zgjidhnin atë të cilin preferojnë dhe gjykojnë se ai do t'i mbrojë në mënyrë më denjësisht edhe në kuvendin e Republikës Maqedonisë së Veriut. Një tjetër sugjerim që kemi ne si alternativë është edhe një dukuri ose një fenomen, me që unë vin nga Kërçova dhe në qytetin e Kërçovës, ashtu siç është edhe në Dibër, ashtu siç është edhe në Çajir, ne nuk dim se një deputet i këtij qyteti cilat qytetar do të përfaqësojë, të cilës rrugë do të përfaqësoj apo të fshatit apo të qytetit, si rrjedhoj e asaj që ne sot i kemi disa njësi zgjedhore që i ndajnë qytetet në dysh. E kemi Kërçovën që i përket gjysma zonës njësi zgjedhore numër 5 dhe gjysma tjetër që i përket njësi zgjedhore numër 6. Dhe deputeti që vjen nga ky qytet a përfaqëson gjithë qytetarët apo vetëm një pjesë saj. E njëjta dukuri na paraqitet edhe në Dibër, të njëjtën dukuri e kemi edhe në Çajir, edhe ndoshta edhe në ndonjë vend tjetër, por kryesisht te këto qytete ku shumica ndërmuese janë banorë të komunitetit shqiptar, e kemi një ndarje të tillë, ndoshta edhe me një qëllim të caktuar
kryesisht nga partitë politike, subjektet politike më të mëdha që i përkasin partive Makedonas ose që për elektorat kanë kryesisht votuesin Makedonas. Si rrjedhoj e kësaj, ne vërim dhe do t'jap një shembull shumë konkret nga zgjedhjet e fundit të 2016-s në njësinë numër 2, ku subjekti politik kishte mbi 16.400 vota, nuk arrin që ta marrë deputetin e dytë të radhës në listën që kishte në zgjedhjet e 2016-s, ndërkaq në njësinë 3 apo në njësitë që janë kryesisht Maqedonisë Lindore, kemi një deputet ose ka deputet partive politike që janë me një numër shumë të vogël të votave, me 4.000, 5.000, 6.000 vota, ndërkaq në njësinë 2 apo njësinë 6 numri i votave, shuma e përgjithshme e të votave për të nxjerrë një deputet është shumë më e madhe krahasuar me ato. Dhe kjo mbasi edhe si rrjedhoi ashtu siç e përmendi edhe më herët një parafolës, si rrjedhoi se njësia numër 6 është numerikisht shumë më e madhe se sa një njësi zgjedhore që ishte 3. Sistemi me një njësi zgjedhore që po e vërejmë se po proklamohet kryesisht dhe mbështetet nga dy subjektet më të mëdha politike të vendit, në qoftë se do të ndjekë rrjedhën e gjitha zhvillimeve që po ndodhin në Maqedoni, besojmë se do të kaloj, për shkak se në fund do të vije dhe do të ulen dy përfaqësuesit kryesor i opozitës dhe pozitës dhe do të merren vesh që fatkeqësisht ne urojmë që zëri i çdo qytetari, zëri i çdo subjekti politik, i çdo nisme siç është edhe kjo e civil, do të arrijë dhe do të ndikoj. Nuk duam që në fund të vijë dhe tulen të merren vesh kryetari i opozitës dhe kryetari i pozitës që kryesisht deri më sot kanë qenë të partive politike maqedonase, të marrin vendimin për gjitha subjektet politike. Edhe pse modeli me një njësi zgjedhore do të akumulonte të gjitha votat dhe do të ndihmonte që edhe partitë që janë pak më të vogla dhe nismat e ndryshme mund t'i grumbullonin votat gjithandej brenda shtetit, kam ndojën se përsëri sistemi që është apo modeli brenda kësaj njësie zgjedhore faktorizon kryesisht dy subjektet më të mëdha ose subjektin më të madh dhe ato me automatizëm pastaj kanë edhe numrin më të madh deputetëve. Unë mendoj se brenda këtij modeli do të duhet mbase ai sistemi i Dontit apo edhe ndonjë sistem të gjendet ndonjë sistem tjetër, një model tjetër, një modalitet tjetër brenda kësaj njësie zgjedhore që jo me automatizëm faktorizonte dhe numri i deputetëve vazhdimisht rritet kryesisht tek partitë e mëdha. Një sugjerim tjetër apo një vërejtje që është dëshmuar se ka dëmtuar kryesisht partitë më të vogla është edhe përbërja e Komisionit Shtetëror Zgjedhor dhe nivelet e saj më poshtë, qofshin ato në komisionet komunale apo edhe komisionet vendore. Pse e them këtë? Për shkak se një numër i antarëve të komisioneve është i deleguar nga partitë politike, nga subjektet politike, pa mundëson, ne kemi vërejtur tani edhe nga bombat, edhe nga përgjimet që dolën, se si partitë mëdha merren vesh apo partitë që janë në koalicion për të bërë pazaret se kush në cilin vend votim do duhet t'i bëjë një shërbim në kundërvlerë të një shërbimi tjetër të marrë një deputet tjetër. Propozimi ynë do të ishte që në këto komisione, qofshin ato në këshillat vendor apo edhe në komisionin komunal, që të ishin kryesisht punonjës në administratë, të punësuar të administratës dhe gjykojmë se këto komisione do të ishin shumë më profesionale dhe do të ishin shumë më objektive. Nuk do të mbronin vetëm ngjyrat dhe interesat e ngushta partijake. Urojmë që kjo nismë për cilën e falenderojmë zotin Deralla dhe përshëndesim nismën e tij për këtë konferencë që konkluzionet nga ky takim do të arrijnë që tek veshi i hartuesve të ligjit
për zgjedhje, por edhe te ato të cilët në fund do duhet ta sjellin vendimin, të mos jetë një vendim në katër sy dhe midis dy përfaqësuesve kryesor të partive politike. Faleminderit. Civil Media